Po, pasqyra e fundit është romani im I parë, roman bashkohor I cili ndërthur historinë me dimenzionet. Romani udhëton në kohë prej Francës jugut, mandej në Gjermaninë e luftës dytë botërore, mandej e kemi Bostonin e neuroshkencës, deri te Presheva e fund viteve 80-ta dhe Prishtina viteve 90-ta. Po, jam frymëzu mbi një pyetje, cila ajo pyetje në fakt u bë baza që kam ndërtu narrativën, se a janë vërtet historitë tona që ne sot jetojmë vetëm tonat, apo janë historitë të cilat janë të trashëguara prej brezave të mëhershëm, edhe mandej krejt kjo është përkthy në një numerologji që krejt romani është ndërtu edhe ka udhëtu në kohë, domethënë mes dy shekujve, edhe çush e thash më herët janë 3 dimensione, 2 dimensionet e para janë fiktive, domethënë janë thriller letërsie, ndërsa pjesa e tretë afrohet me autobiografinë time, domethënë pjesa më e madhe e autobiografisë time. Mendoj që mirë, me që romani është me një zhandër psikologjik dhe filozofik, edhe ideja se si këto histori jo rasisht ndërlidhen me njëra tjetrën, përgjithësi prej, ndoshta mund të them 5 feedbackave, sepse sapo kemi dalë me romanin, jam e lumtur që është prit mirë, edhe është I ka bë lexuesit me reflektu ndryshe. Unë mendoj, aspiroj të vazhdoj, ndoshta edhe me një roman të dytë, po natyra e romanit ndoshta do të jetë pak a shumë psikologjik dhe filozofik, diçka e ngjajshme. Mirë po, ende është herët me folë për një diçka të cilën sapo jam promovuar me pasqyrën e fundit.